fare, po hedhë hudrën. Kush është gati të mbaj shënime për të përgatitur ca qofte me spinaq në furrë? Ndryshe nga herët e tjera, se ne kemi prur qofte me spinaq, po recetat janë nga më të ndryshme. Ka dhe qofte me spinaq me patate, fjala vjen. Po, kështu që bën lidhjen. Tani, këtu unë kam 500 gram spinaq, kryesisht vetëm gjethet. Një qep të vogël, po e vendos të grirësja e qepës, një thelpi hudhër, ke grirësja e qepës, do gri edhe kopër, majdanos që të dyja këto janë opsionale, por që unë nuk mundem ta shijoj spinaqin pa i patur që të dyja këto. Shumë mirë. Kështu që përveç se na bëjnë mirë, po edhe aroma e tyre më pëlqen. I heqim. Mund të përdorni për këtë recetë edhe djath, mund të përdorni edhe gjizë. Po, gjizat jetë mundësisht pa krip. Pastaj në servirje, mund t'i serviri me një qikos, kosin lufra, unë do t'a bashkoj në një tas, do t'a rraf, t'a bëj pak si në trajt kremoze, dhe do të vendos një tigan pastaj me pak vaj ulliri dhe me vetëm një domate të grirë në rende, do t'a ledh 10 minuta të zjej, sa të bëjun këto bëhet. Ose sa të piqen këto, kjo është bërë, dhe kur t'i nxjerrim nga furra, si për tyre, hedhim nga ai kosi, që kemi rrahur mirë me shumë fare pak krip, dhe si për kosit një qik salcë të kuqe me domate, që është domate të freskët, e kam fjallë. Po. Hedhim këtu edhe majdanozin dhe koprën, dhe do t'i gri këto gjitha së bashku. Ka që ishte. Kënë but, të tani të regullim më vonë, po e lëbronin. Kam gjohën për të prerë këtu më, ja. Se besoj, kështu që po e heqë. Jo, e heqim këtë. Kam dzirë këtu një filxhan çaj, sepse do mbush me këtë gjizën. Që gjiza nuk është e lëngshme, është si që duhet të jetë gjiza. Jo ujë. Ja, ku duket çdo gjë. Kjo është një omza, thon ndryshe, sipas paketimit nga lufra. Do bosh aty s'ka dhe na bie letra. Haj, do ri kështu? Do ri. Haj, do ri. Do ta lëm pak aty. Po, shumë. Tani spinaqin me 2 kokra krip, këtu ku e kam, e shtyp pak fare me dorë, kam larë, është tharë, është fiks si që duhej. Po ta vendos në një tas më të madh, se këtu nuk e lidhim dot. Hedh edhe këto përbërësit e tjerë. Qepën me majdanozin edhe koprën. Edhe një thelpi hudhër. Edhe hudhrën, po. Shi s'duken fare, ha? I përzjej së bashku. Tani me që unë kam dorën këtu, Katerina, sa të hedhë gjizën, ti do bësh gati të më hedhësh mua këtu 2 kokra vezë. Hedhë edhe gjizën. E ish filxhanin, në? Piqe. Me të hedhur vezën, që është si e lëngshme, niveli i spinaqit do filloj të bjerë. I bashkojmë kështu të gjitha së bashku. Janë qoftet shumë të shishme. Aq më tepër që ne të bëjmë edhe atë salsën në fund, më hidh këtu 3 lugë miell tani. Më duket se do dhe pak fare krip kjo, ja shumë pak. Kaq krip, kaq piper. Kaq? Ato tjetrën mbushe qik më shumë. Një. Po. Ja, shkund edhe pa. Po, 2. Shumë mire, ke 3. Pra, nga kam betur tani, vetëm buka e thekur, e grirë,
ose peksimade, si thonë disa, si puna ime, që rregullon konsistencën e brumit në fund fare. Sigurisht ka nevojë, po ju mund të hidhni deri në një gotë të shkurtër, si ato gotat e shkurtra që kemi ne, që pim unë Katerina, Po, kefirin dhe dhallën. Kur themi hajt nga pak sa i. Do ma hapë që këtë. Po direkt. Ma bë këtë nder. Kjo na duhet për salcën? Po, na duhet. Po lej këtu njerë se kemi kohë. Ta afër me Po, që. lej këtu. E merr një gotë të shkurtër që ta shohim. Mund bëjt dhe si kur zgjoj. Ta mbush plot? Po. Mjaft njerë që ta shohim. Ja, nuk është përbuz, është një gisht më pak, hedhim, se varet nga madhësia e vezës, nga lagështira që ka vetë spinaci. Edhe 2 lugë vaj ulliri këtu. Direkt. Ta marr këtë lugën? Po me sy, me se vazhdo, me lugë. Po unë e diti si e bëj me sy. Pastaj. 1, 2. Edhe një qik atje ke letra, edhe hap unë pastaj me dorë. S'ke pun ti. Ta edhe mbi letrës dhe një vjellësa po nën? Që të ngjitet. Jo, mbi letrë. Pra na duhet për këtë. Po, Këtu. prik. Duhet kështu. Kështu. Edhe që këtë që kam të njerë. Nga pak. Me përsim. Letra nuk ngjitë, po unë dua që të keti qik vaj për... Si bazë. Po, për për qoftet. Hidhi qik të hidhi. Ne, Se ne s'kemi pagu lek për këtë. E ka për sponsori. Po, kam halë dhe ja e hedhë shumë të me timen edhe. Edhe qfar? Mos e te proj. Shiko, brumi u bë si që do, jo të na dalin këto si biskota, po të dalin të buta të shishme. Ja, si që duhej. Pra, një gotë e shkurtër e tillë. Kjo gota është 150 ml. Ja, bravo. Zonja Vjollca, të jap një njoftim harrova. Jep e shpejt. Unë do filloj të bëj qoftet, ha? Po. Kështu që ti jep njoftime sa dush. Shpejt. Brumin ju e shikoni që është Gati. në sasin që duhet. Do më thënë, masat janë super eksakte. Jo gotë 200 ml, ha? Tani. Doja t'ju thoja që pas pak, sa po të filloj zonja Vjollca me vendosjen e qofteve në tavë, do të luajmë për Teuta Company, se kemi quiz sot, kemi ca dhurata të mira për t'ju dhënë. Bëni gati telefonat. Tani formojmë Kështu qoftet. si buçka, jo kështu petat holla. Shumë mirë. Siç na pëlqejnë. Gjë tjetër do bëjmë tani? Apo të lë të qetë të bësh qoftë? Po. Atëherë po e bëj kështu, po vazhdoj Dhe do tani t'i me hek quizin. doreza, do lyej duart me vaj, se nuk punoj dot me doreza. Po në rregull. Kaq vetëm për të rrotulluar. Dhe pastaj do merrem me atë salcën. Po. Atëherë, e jani me mua? Po vendosim këtu te këndi i dhuratave, shpallim quizin. Këto janë dhuratat që ju do të merrni përmes këtij quizi që do të luajmë së bashku. Teuta Company do t'ju dhuroj të gjitha këto produktet që po shihni, ku keni 2 lloje ullinsh, edhe jeshilet, edhe të zezat pa fara. Më pas keni karqof, tu keni domate të thata, të cilat janë ponti, siç e shikoni, shëndet fjalë vërtet. Më pas kemi kaperi, të cilat janë edhe të thata edhe të zhytura në ujë. Kemi aceto balsamike, kjo këtu ponti, uthull molle të kuqe ponti. Kemi nga ponti gjithashtu aceto balsamike të ëmbël që është kështu si kremoze, dhe soja. Të gjitha janë produkte ponti. Janë të dukshme për ju? Ja, ku i keni. Pres telefonatën e parë. Luajmë me receta si gjithmonë, me një nga recetat e javës së kaluar. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, Mirë se erdhe, me kë flas? mirë. Me Aidën nga Tirana. Aida, mirë se erdhe, dashur, faleminderit që po na ndjek. Atëherë, ne do të luajmë sot me një recetë shumë të thjeshtë të përgatitur javën e kaluar nga zonja Vjollca dhe konkretisht me ca makarona super të mira, të cilat u përgatiten me një nga ato kavanoza Tigullio, që ishte një pesto genovese. Të kam ndihmuar, besoj, dua të më thuash 3 përbërës të kësaj pestoje genovese. Me pene pesto genovese? Po, dhe përbërësit e pestos ishin Me djath, Okej, vaj ulliri, po. Gjethja gjelbër, stika pishe, stika pishe dhe borziloku, po ta them Po. të katërtën, me qenë se 3 gjete. Faleminderit shumë Aida që more. Ta gëzosh dhuratën, duhet paraqitesh faleminderit në dhe ju dhe studion tona. jeni super. Faleminderit nga zemra, faleminderit, uroj të jeni mirë. Mirëpafshim, gjithë mirat. Ju përshëndesim. Kështu do të shpërbleni gjithmonë me dhurata nga partnerët tanë dhe shije shtëpie për besnikërinë dhe dëshirën e mirë që keni që na ndiqni. Faleminderit nga zemra. Qoftet po bëhen gati. Atë vide unë zonja Vjollca të formoj? Ua, si ma ka thënë? Jo, se s'dua të bësh pis. As jo, madje. Se ti do ikësh në punë tani. Po, nuk duhet, po jam për radio pastaj edhe. Po pra, kostumen do nuk pish bëj. kafe, do pushosh i qike dhe. Ne jemi për emision në radio. Dhe për sa i përket salcës, Po, ja. bëj pak ta vëm në vi, Po, vë në se vi. jemi në fund. Hidh këtu vetëm 2 lugë me vaj. 2 lugë me vaj. Po, edhe mos e lër të digjet fare vaj. Drejt e bashkë me vajin, hidh edhe domaten e grirë. Po. E rrisim temperaturën sa të filloj të zjej, e më pas e ulim në mesatare, me qëllim që t'i lëm që të zjejnë avash avash. E lëm 10 minuta kemi thënë, domatja do që të gatuhet plotësisht, kur është fjala për salcë, për fërgesë. Të lumë, 2 kokra krip, edhe ajo zjen për njerë, filloj. Ta ul tani, ë? Po. Ja, se qofte na dollën qik më shumë. Me kosë edhe me atë salsën do t'jenë shumë të shishme. Me Udhron e kosin kam dhe salcën dhe e përgatisim në fund. në fund. Po ka ko boll, se kjo mbasi të dalin nga furra, i lem të t'i bjeri pak fare temperatura, mos na kthehet kosi në ujë, dhe pastaj i Pra bëhet servirim. kur janë të ftohta, kështu të për servirje. Bravo. Pak kos, pak vetëm salcë. momenti i dekorimit të pjatës, jo veç dekorimit, po dhe shihet. Po, ç'bëhet ai lazanja? Lazanja mbaroi. Na dha sinjal dhe furra. Po, e morëm vesh. Sa aromë mirë. Të lumshin duart zonja Vjollca. Ne unë do Shkon zhvendos si pak shbër pejta, produktet. që ajo ne sipër si kemi vënë fare pejta, është vetëm raguja. Ja, ku i keni. Kjo ishte receta e parë, ndërkohë të dytën do ta shohim me shkrim tani, sepse jemi në fund. Listojmë përbërësit së bashku Këto për qoftet e tjera do dalin qik më të vogla, po, s'ka problem. qoftet. Të vogla t'i vëm këtu. Në rregull. Më jepni pak listën në ekran. Qoftet me spinaq janë me 500 gram spinaq, një qep të vogël, një filxhan çaj gjiz ose djath, 2 vezë, 3 lugë gjelle miell, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 thelpi hudhër, majdanoz, kopër, kemi 1 lugë çaj krip, piper të zi, 1 gotë bukë të thekur të grirë dhe 4-5 lugë gjelle Po, ujë tek lista. nëse ju bëhet brumi shumë i thatë, kam harruar temat alternativ, mund ta zbut me pak fare ujë që hidraton pjesën e bukës së Bukës së grirë nëse e bravo. teprojmë pak Po, padashje. se po, bravo. Dhe Dhe sjellim edhe brumin në kaq, formën e ecën në duhur. formën e Për servirjen keni kos, lufra, sipas dëshirës. Se doni
3 lugë gjelle vaj ulliri, 1 domate në rende dhe kri për salca me këto pra 3 përbërës që vendosëm tani në pianur. Pra, bashkoni kosin, hidhni salcën në fund, por do ta shihni të fotografuar në rrjetet sociale, pra këtë moment të servirjes. Kosin duhet, më falë, Katerina, kosin duhet ta rrahim, që t'jetë kështu në trajt kremoze. Ja si do ta vendosum tani, kosin, në një tas të tillë. Mund ta vendosësh në në furr, javë në letrën e pjekjes. Në temperaturën 190 gradë, 200 gradë, për 20-25 minuta, gjithçka është okej. Jo që të na nxjehen shumë, ë? Tani këtu kemi një çik kos që kemi të hapur, marrim edhe një të pa filluar. Ne kemi ulur këtë? Po, kemi ulur. Nëse duhet ta afik, majdanos këtu. Pas pak jemi me tëftuar atë utamaçi me këshilla për ata që kanë probleme me zboksin dhe horoskop me Krisanti Kalojerin me astrologen ton. Vazhdoni qëndroni dhe në orën e 2. Ja, kështu e përgatisim edhe Tani me atë terin e Katerinës ka rrihet më mirë. Kemi këtu? Jo, Apo e kemi përdorur? jo, këtu ta kemi përdorur. Po. S'ka problem. Me zi dhe ta gjetë. Jo, s'ka Ka mas problem. kohë, zonja Vjoca? Jo, në rregull u bë kjo, mbaroi. Kisha ndihmuar direkt. E lëm gati edhe salcën edhe për pak minuta, se do hedhim sigurisht kos duhet çik më shumë, kosin dhe nga një pikë salcë rreth e qark, edhe ju bëft mirë. Të lumshin Këto duar. ishin recetat e sotshme. Kujdes. Ah, që Kujdes është është nxehtë. Lasagna. Këto ishin të dyja recetat, ndiqini në rrjetet tona sociale për të parë edhe mënyrën se si do të serviren, pra si është ajo pamja e tyre përfundimtare. Zonja Vjoca, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty për Takohemi ndihmën nesër. dhe bashkë mirupafshim.